Po e kom dëgjuar dhe më vjen shumë keq që Kosova nuk po përfiton nga plani i zgjerimit me miliona, po siç e dini Kosova është sankcionuar. Dhe nuk është viti i parë që nuk po përfiton, kemi vite që Kosova nuk po përfiton as nga plani i zgjerimit, po as nga fondet e Bashkimit Evropian, për shkak se ne jemi vend i sankcionuar nga Bashkimi Evropian, për shkak të çështjes së kësaj qeverie dhe ne në vazhdimsi kemi humbur miliona për shkak të mos koordinimit dhe mos bashkëpunimit me aleatet tonë të cilët janë të akredituar në Kosovë. Bota nuk po sillet rreth Kosovës, bota nuk sillet rreth Albin Kurtit, po e shihni situata gjeopolitike, luftat që po ndodhin dhe ne në fakt nuk po shohim as interesim të ambasadorëve marrë për cilë këto seanca maraton që po ndodhen në kuvendin e Kosovës dhe një adresë, ky dështim, ky stagnim, mos përfitimin nga fondet e Bashkimit Evropian e ka emrin Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje. Tash Alianca ka ofruar alternativa, kemi thonë që do votojmë ndonjë kandidat tjetër, nëse nuk është kandidatja që është propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe këtë drejt Lëvizja Vetëvendosje se ka shfrytzuar. Gjykata kushtetuese mundet me sjellë një vendim, po është legjitim që deputetët votojnë ose të mos votojnë dhe qoftë forma, sepse kjo zgjedhje e formës së votimit prej votimit të hapur në votim të mbyllur ka qenë strategjia e Lëvizjes Vetëvendosje. Në njërin anë kanë abuzuar me emrat të deputetëve të ri të cilët ndoshta do e kishin votuar në këtë qeveri dhe ndoshta do kishin votuar krejt dikush tjetër me lista të mbyllura dhe ndoshta do të më kishin ngel faj mu ose dikujt tjetër kush e ka votu. Nëse Alianca dëshiron me votu, ne do votojmë hapur. Edhe kemi dhënë qëndrime hapur, nuk kemi stagnu, kemi dhënë alternativa, kemi thonë që ka plot kandidat të Lëvizjes Vetëvendosje që i kishin votu pa asnjë kusht, ndërsa nuk është shfrytzuar nga Lëvizja Vetëvendosje. Alianca, nëse dëshirojmë me votu, votojmë hapur, nuk do votojmë mbyllur, as fshehur, sepse mendojmë që kjo është një strategji e Lëvizjes Vetëvendosje me lujt me numra, me emra se votoj ky kandidat, ky deputet ose ai deputet dhe kjo është e papranueshme.